Horoskopi prill 2026 për shenjën e peshores. Ky muaj për ty peshore fillon ndryshe, jo me zhurma por me ndjenja që nuk i shmang dot më. Është sikur dikush vendos një pasqyrë përpara teje dhe të thotë: "Shiko mirë, kë ke pranë dhe çfarë po ndjen vërtet." Sepse ky muaj prill nuk është për gjëra sipërfaqësore, është për lidhje që të prekin shpirtin. Në ditët e para ti fillon të ndjesh më fort çdo gjë, një fjalë e vogël të mbetet në mendje, një sjellje të bën të mendosh gjatë. Nuk kalon më asgjë pa e ndjerë, dhe kjo të lodh pak, por edhe të zgjon. Rreth datës 1 ndodh diçka që të prek direkt. Mund të jetë një bisedë, një lajm apo thjesht një kuptim i brendshëm që nuk e kishe parë më parë. Është si një klikim në mendje. Unë dua diçka me të vërtetë dhe që nga ai moment nuk kthehesh më mbrapa. Por ndryshimi nuk vjen pa prova. Pas datës 9, marrëdhëniet fillojnë të tensionohen. Jo sepse diçka po shkon keq pa arsye, por sepse e vërteta po del në sipërfaqe. Dikush mund të kërkojë më shumë nga ty, ose ti mund të kuptosh që ke dhënë shumë, pa marrë mjaftueshëm. Dhe aty fillon betejë e brendshme. Të vazhdosh si më parë apo të vendosësh kufi? Rreth datës 12 bëj pak kujdes. Është një moment ku zemra dhe mendja nuk janë në një linjë. Mund të keq kuptosh dikë, mund të ndihesh i lënduar pa arsye, por në fakt është thjesht një emocion i grumbulluar. Mos reago menjëherë, sepse jo çdo ndjenjë kërkon veprim. Pastaj vjen një kthes. Pas datës 14 ti fillon të flasësh. Nuk mban më brenda, nuk hesh për të ruajtur qetësinë, dhe kjo është fuqi. Mund të kesh biseda të vështira por të nevojshme, për ndjenja, për pritshmëri për atë që meriton. Dhe në atë moment ose lidhja forcohet, ose kujdes edhe mund të qahet. Rreth datës 17 gjithçka bëhet më e qartë. Është si një vijë ndarse, disa lidhje marrin një hap përpara, të tjerat mbarojnë aty. Nuk ka në mes. Edhe pse mund të dhëmë, mund të ndihesh i lirë. Në datën 19 vjen një moment i vështirë, një situatë që të lodh, një person që të zhgënjen ose thjesht një ndjesi që nuk po ecën siç e do ti. Por mos e merr si fund, është vetëm një provë, se pas kësaj energjia fillon të ndryshojë. Nga data 20 e tutje, ti fillon të kthesh vëmendjen nga vetja. Jo më çfarë po bëjnë të tjerët, por çfarë dua unë. Fillon të kuptosh që paqja jote vlen më shumë se çdo lidhje që të lodh. Rreth datës 23 të vjen një surprizë. Mund të jetë ndoshta një bisedë, një takim, një moment që të hap syt. Dikush mund të tregojë diçka që nuk e prisje, ose ti vetë mund të hapesh si kurrë më parë, dhe kjo do të çlirojë. Në fund të muajit, ti nuk do të jesh më e njëjta. Ke kaluar nëpër ndjenja, ke bërë zgjedhje, ke vendosur kufi. Dhe tani ti e di më mirë se kurrë, kush meriton vendin në jetën tënde. Venusi dhe Urani në datë 23 prill bëjnë atë aleancën për të sjellë lek aty ku nuk e prisni fare. Mund të jetë një pagesë e harruar, një dhuratë apo një rritje rrufe. Po ashtu zemra do t'ju rrah fort, dikush mund t'ju thotë të dua në mënyrën më të papritur, ose ju do të ndjeni aq të sigurt sa do të hapni shpirtin sikur më parë. Në datën 25 prill, bota bëhet më e vogël për ju. Urani ju jep krah. Do të flisni me një gjuhë që do t'i habisni të gjithë. Mund të nisni ndonjë kurs apo të filloni ndonjë projekt që keni patur gjithmonë në kokë, dhe jeni ju ata që do t'i mësoni botës se si jetohet me stil dhe zgjuarsi. Pika e fundit për ty, o peshore. Ky muaj ju kërkon të jeni trima. Mos keni frikë nga ndryshimi, sepse pas çdo dere që mbyllet,
yjet po ju hapin një derë edhe më të mirë. Dhe ne ju urojmë që të keni një muaj sa më të mbar, suksese në punë, fat në dashuri, si dhe një muaj që shkëlqen në çdo ditë të tij. Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni t'i bëni like dhe share kësaj video.